Kapitulli 4. Me qenë se Krishti vuajti në trup, atëre duhet që edhe ju të armatoseni me të njëjtën mendësi, sepse ai që vuan në trup pushon së mëkatuari. Që tani e tutje ta jetoni atë që ju ka mbetur nga jeta në trup, jo si pas kënaqësive njerëzore, por si pas vullnetit të Perëndis. Mjaft kohë keni humbur duke jetuar si pas dëshirave të paganëve, duke jetuar në fëlligështi, në kënaqësi, në dehje, në darka të shfrenuara, në të pira dhe në idhujtari të neveritshme. Tani atyre u duket çudi që ju nuk rendni më me ta në të njëjtin lumë poshtërsish, dhe prandaj ju fyejnë. Ata do t'i japin llogari atij që është gati për të gjykuar të gjallët dhe të vdekurit. Për këtë arsye u ngjilli ju shpall edhe të vdekurve, që të gjykohen si pas njerëzve në trup, dhe t'jetojnë si pas Perëndisë në shpirt. Fundi i të gjitha gjërave është afër. Bëuni të urtë dhe rini zgjuar për lutje. Para së gjithash, të keni dashuri të madhe për njëri tjetrin, sepse dashuria mbulon shumë mëkate. Jini mikpritës për njëri tjetrin pa murmuritur. Secili prej jush, si kujdestar i mirë i dhuntive të ndryshme të Perëndisë, ta përdor dhuntin e tij për të shërbyer të tjerëve. Kush predikon, le të predikojë fjalët e Perëndisë, dhe kush shërben, le të shërbejë sipas fuqisë që i jep Perëndia, që Perëndia të përlëvdohet në gjithçka nëpërmjet Jezu Krishtit, të cilit i përket lavdia dhe pushteti në shekuj të shekujve. Amen. Fort të dashur, mos u çuditni për sprovën e zjarrit në për të cilën po kaloni për të sprovuar, si të ishte diçka e jashtëzakonshme. Por gëzoni që jeni pjesëtar të vuajtjeve të Krishtit, që edhe kur të shfaqet lavdia e tij, të gëzoheni dhe të ngazëlloheni. Lum ju, nëse ju tallin për shkak të emrit të Krishtit, sepse shpirti i lavdisë dhe i Perëndisë prehet mbi ju. Askush nga ju të mos vuaj si vrasës, vjedhës, keqbërës, apo pse përzihet në punët e të tjerëve. Nëse vuan si krishter, të mos ketë turp, por të përlëvdoj Perëndin për këtë emër. Erdhi koha që të filloj gjykimi nga shtëpia e Perëndisë. Nëse fillon së pari me ne, si do t'jetë fundi atyre që nuk ju bindën ungjillit të Perëndisë? Nëse i drejti shpëton me vështirësi, çdo të ndodh me të pafeun dhe mëkatarin? Ata që vuajnë sipas vullnetit të Perëndisë, le të bëjnë të mirën dhe le t'ja besojnë plotësisht shpirtin krijuesit besnik.